Përmbytje masive kanë përfshirë provincën Guizhou në jug-perëndim të Kinës, ku rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar daljen nga shtrati të lumenjve, shembjen e rrugëve dhe paralizimin e jetës urbane. Në qytetin Ranjiang, me mbi 300.000 banor, rrugët janë kthyer në lumenj ndërsa uji ka pushtuar bodrumet e qendrave tregtare dhe garazhet nëntoksore. Pamjet tregojnë makina të përmbytura, rrugë të shkatëruara dhe qytetarë të izoluar. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e banorëve nga zonat fushore dhe përgjatë lumenjve, ndërkohë që një urë në rrugën për në Ronjiang u shem pas një rrëshqitje dheu duke kërcënuar jetën e drejtuesve të automjeteve që ndodheshin aty. Shkencëtarët paralajmërojnë se përmbytje të tilla do të bëjnë gjithnjë më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Organizata botërore meteorologjike tha se Azia po ngrohet pothuajse 2 herë më shpejt se mesatarja globale, çka po sjell mo gjithnjë më ekstrem në rajon, ndërsa Guizhou dhe provincat e tjera jugore përballen me përmbytje masive. Pjesët veriore të Kinës po përvëlohen nga temperatura deri në 40 gradë Celsius. Pamjet e frikshme që vijnë nga Ronjiang tregojnë se si qyteti është glabëruar nga uji brenda pak orësh.